Miq Prizmus, në galerinë e arteve të Shkodrës është zhvilluar një nga ato evenimente të cilët janë jashtëzakonisht rrallë, janë sublim për nga përmbajtja dhe njëkohësisht janë historik për nga eventi, ndodhia. Normalisht jemi në një fushat elektorale dhe sigurisht ajo imponon një lloj monotonie politike e cila nuk është se i zbukuron shumë veshët edhe syt, por duke pasur një element tillë, realisht ata që dinë ta vlerësojnë, edhe sigurisht nuk e kam fjalën për masën, pavarësisht se në event erdhën shumë njerëz, por për atë pakicës e cila e vlerëson shumë këtë lloj ekspozite, këtë lloj arti, në një fjalë ajo pjesë e shtresës të policisë, e cila vlerëson në mënyrë të jashtëzakonshme këtë art, do kishte mundësi që të ndiqte një nga ato mostra ekspozit që vinte nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë. Do të shifte Hidromenon dhe kryveprën e tij ose Mona Lisën tonë, që është motra tonë, ose do ishte Simon Rota, do të ishte Ismail Lulani, Jakub Keraj, do të ishin Vladimir Jani, shumë të tjerë, Pirin Sheldia, shumë të tjerë emra të jashtëzakonshëm, të cilët përbëjnë atë kryvepër lartësi artistike të veriut të Shqipërisë, sidomos të Shkodrës, që për fat të keq në posterin kryesor nuk evidentohej. Thuhet që Shkodra ishte një mrekulli, pastaj futeshin në Alpet, por sipas meje duhesh patjetër thënë që ky ishte arti i artistëve të jashtëzakonshëm, urban, të qytetërimit të jashtëzakonshëm. Nuk e di pse e kanë këtë problem me qytetërimin, nuk e di. Se patjetër duhet lavdrohen gjitha malet edhe periferitë edhe folklorizmi dhe denigrohet kështu qytetërimi në një mënyrë të tillë. Ajo që po mundohem të them është që piktura, arti, pikturës edhe lidelia, që është një superlativitet. Sigurisht ka një origjinë, por patjetër arti i tij është art urban, piktura është urbanitet. Absolutisht mund të kesh origjinën nga Alpet, dhe sigurisht është bukuria, madhështia e jashtëzakonshme e Alpet. Por problemi është që piktura është urbanitet. Pavarësisht kësaj përpjekjes time për ta sqaruar, më tepër e kam fjalën që Shkodrës si urbanitet i duhet dhënë respekti i duhur. Dhe urbanitetit qytetar dhe ati ke Gukës, dhe ati në Peshkopi, sidomos në art i duhet dhënë respekti i urbanitetit, i qytetërimit. Nëse ishte një mrekulli e jashtëzakonshme, ishte iniciativë shumë e mirë e Ministrisë e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës, iniciativë e shkëlqyer e galerisë, ishte e fundit që po zhvillohej në Shkodër, megjithëse çonte veprat më të mëdha, se ishin ka sasi impresionante artistë Shkodra dhe të gjithë ata që janë të lidhur me Shkodër, artistë të lidhur me Shkodër, dhe që sigurisht pasaj me zonjën Varvarica dhe me Olcin, dhe ishin edhe një 3-4 djemë dhe vajza aty që punonin në mënyrë fantastike, të jashtëzakonshme, duhen falënderuar, duke gjetur mundësitë dhe përballjes së vështirësive të ndryshme që dalin, normalisht duke bashkëpunuar me Fatmiriu Konsidritin edhe mua, që natyrisht jap kontributin më të pakët, por mbase jam i mirë për të mbajtur kështu me gajret të në Tiranë. Arritën që ta bëjnë këtë, dhe të kenë një shfaqje fantastike të kësaj cope të rëndësishëm të artit, jo vetëm shqiptar, po edhe më gjerë se shqiptar. Një arti ballkanik të fuqishëm, të jashtëzakonshëm që prezantohet dhe përfaqësohet shumë nga Shkodra, në një autenticitet të jashtëzakonshëm, kreativ dhe artistik. Jo vetëm ato emra që thash, por edhe shumë emra të tjerë, të cilët sigurisht i kam botuar, ju t'i shikoni, edhe të shkruar këtu spakut në pjesën e YouTube-it edhe në Facebook. Unë normalisht i kam shkruar edhe t'i shkruaj vazhdimisht. Dhe pastaj erdhi një publik i gjerë, u bë një hapje, Fatmiri u kujdesi të jetë sa më e thjeshtë, por sa më kuptim plotë.
Dhe kishte vizitorë të shumtë dhe sigurisht dinin time edhe qëndroi rreth një muaj e hapur. Bën mirë që të qëndrojë e tillë, sepse sigurisht ka njerëz që do vinë ta shohin. Unë juftoj që ta shikoni këtë lloj mrekullie të artit shkodran dhe më gjerë, të artistëve shkodran dhe të lidhur me Shkodrën, dhe një arti urban që pa tjetër ka dhe Alpet, pa tjetër ka qytetrimin, pa tjetër ka fushat, pa tjetër ka kodrinat, ka lumejt, ka liqenet, ka kështjellat, ka qytetrimin të paraqitur në të. Unë juftoj që të vini, të shikoni. Të shikoni sepse sigurisht ai shtrihet në kohë. Krahas artistave të mëdhej ka dhe një kohë shtrirje të jashtëzakonshme, fillon që në rilinjen tonë. Ke bashkohas aty të jashtëzakonshëm, duke përmendur Hidromenën, natyrisht, duke përmendur rilinjen tonë. Nuk është e barabartë me rilinjen italiane, është disa shekuj më vonë, po edhe ne kemi rilinjen tonë në art e sidomos në pikturë. Kjo arritje e ardhjes një pjesë të rëndësishme të galerisë kombëtare me artistat shkodran dhe të lidhur me Shkodrën është një nga evenimentet e rrallë që duhet respektuar, duhet vlerësuar shumë, jo vetëm Shkodër, por edhe ata që janë rreth e përqark Shkodrës në këto momente. Duhet respektuar sepse normalisht do të që tregoj në mënyrë kuptim plot, do të tregoj në mënyrë eksplicite fuqinë, magjinë e madhe të jashtëzakonshme të atyre artistave dhe artit në përgjithësi. Aty do gjeni lartësi artistike të cilat pa asnjë lloj droje duhet të kenë zili edhe këta rreth e përqark nesh. Patjetër në mënyrë të jashtëzakonshme aty shtrihet një kohë fantastike, është edhe një kohë e para 45-s, mbas 45-s deri në 90-të që ka një vlerë të jashtëzakonshme. Është një art specifik që ka guxuar në të kundërtën atyre që kanë thënë ka guxuar shumë. Ka guxuar akoma më tepër se sa sot. Po të vini ta shikoni do kuptoni se çfarë guximi të jashtëzakonshëm kanë pasur. Do të shihni një dy vepra të Liliana Cefës edhe Iqbal Kalas. Do shikoni çfarë guximi fantastik është. Edhe të shumë njerëzve të tjerë. Pikërisht në atë kohë. Pastaj është edhe një pjesë kohë më pas. Unë nuk kam çfarë t'ju shpjegoj më, nuk mund të bëj më retorika artistike dhe politike për artin. Është detyra ime t'i bëj, se unë jam një gazetar, sigurisht edhe punoj në këtë lloj sektori prej vitesh e vitesh në trashëgiminë kulturore tonën. Kam kontribute edhe unë patjetër me thjeshtësinë, por edhe pa modesti, mund ta them, të jashtëzakonshëm me qindra botime dhe emisione. Por këtë ekspozitë e vlerësoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Rrofshin ata që na e kanë sjellë, që hyra në mend, dhe sigurisht i vëmë që duhet atyre që e rregulluan. Dakord miqtë mi, e janë shikojeni.